Të gjitha këto nevoja në vetvete nuk janë të këqija, sepse nuk funksionon jeta pa to. Ato mund të jenë problem vetëm në dy raste. Kur njeriu lejon që ato ta sundojnë racionalitetin, ta sundojnë arsyen, ose në gjuhën e thjesht kur ato e muin mendjen, kur njeriu, mundohet mu kënaq me çështje iracionale, pra kur njeriu nuk e kontrollon më ushqimin ose gjitha nevojat seksuale, biologjike, por ato e gjykojnë, se ato e kanalizojnë, se ato e drejtojnë njeriu edhe në kuptimin e arsyes. Arsyeja është peng më e qefeve. Mendja është peng e nevojave. Kur e rrok ato nevoja, ati i këtruni. Nuk mundet me menaxhu me arsyen e tij çatë nevojë, dhe mendoj se në këtë rast këto nevoja mund të bëhen shumë të rrezikshme dhe shumë të dëmshme për njeriu. Dhe rasti i dytë është kur këto nevoja, e sundojnë jo veç botën e arsyes, botën e mendjes, por edhe botën e moralit dhe të shpirtit. Në një situatë kur njeriu nuk i kontrollon nevojat e tij biologjike, që po themi s'ka asgjë të keqe, ato duhet plotësohen, por plotësimi këtyre nevojave e kalon limitin e arsyes dhe e kalon limitin e vetdijes morale dhe shpirtënore, atëherë nevojat fillojnë me shkatru dhe me rrenu njeriu. Sikur që uji është jetë për njeriu, kur teprohet është kërcënim për njeriu. Pra i njëjti ujë që në një moment është vetë jeta që asiguron njeriu jetën, nëse teprohet, uji e fundos njeriu. Tash, në këtë situatë, kush është kriteri që e mat një gjatë të tillë, është fiks arsyeja në një anë dhe është vetdia morale dhe shpirtërore në anën tjetër. Prandaj, ndonse njeriu në kuptimin biologjik ka gjëra të përbashkëta me kafshët, megjithatë ku bëhet dallimi i njeriu në këtë rast? Dallimi bëhet fiks te fuqia e njeriu që nëpërmjet arsyes dhe vetdijes morale me i kontrollu këto nevoja, ndërkohë që Allahu i Madhreshëm kafshëve ju ka kriju instinkt dhe ato i kontrollojnë këto nevoja nëpërmjet instiktit. Po Allahu i Madhreshëm nuk ka dashur që njeriu vetëm nëpërmjet instinktit të kontrollojë këto nevoja, sepse kjo do të ishte një farë lloj degradimi i njeriu. Pra njeriu i ka dhënë arsye, njeriu pra me vullnet lirë i kontrollon nevojat e tij. Për shembull, ne kur agjerojmë me vullnet lirë, jo në kuptimin instinktiv.